Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar socialistët se kush vjedh pas shpine apo korruptohet, do të shkojë atje ku e ka vendin. A është duke paralajmëruar për ndonjë emër të ri kryeministri Rama asaj përket përballjes me drejtësinë? Retorike pa bajate, nuk meriton më të analizosh fare, si pas shpine. Ç'më do mua se thesari di e vën pas shpine? Pika parë e drejtimit i shtetit dhe buji i shtetit është ta ruajë vendin nga kategoria shpërndarëse. Me këtë fjali nuk kalon ka ata që nuk duan ose nuk dinë, po jo. Unë s'mund t'i përgjigjem ndryshe. E dyta, nuk je ti që ruan, ti bëj pjesë e qeverisjes, drejtësia të vetëm, kuvendit vetëm e tjerë. Një skandal ka ndodhur në Amerikë këtu, me një operacion Yemen, senatorët po i bëjnë gjimnastik. Këshilltarëve të sigurisë, drejtorit të CIA e të gjithë. Këta kanë uzurpuar më, ku ke këtu pushtet e iniciativë? Ku ke këtu komisione që të vinë të numërojnë dhëmë dhe mballë, si këtu? S'ke në Shqipëri si këtu. Pushteti ekzekutiv, pushteti i paras, oligarkëve, edhe kriminalëve të kthyer oligark, është mbi çdo pushtet tjetër. Tani po del një fije pushtet drejtësie me spakun, që këta janë bërë keq. Akoma me këtë retorikën, kush vjedh? Ka për kapi, pse s'ka kap vet? Tani bëjmë një rezume. Ke sjell kaq të ardhura. Po themi se radhë parë jeta do vazhdonte, do prodhonin, do jetonin. Shqiptarët do vrisin vete, po mos ishte Rama. O zota more Rama tani na merr dhe në tjerëve, çajm si për Macedonin. Ne do jetonim, jeta do vazhdonte, siç kishte vazhduar. Hajde bëjmë një rezume. Sa sollet të ardhura edhe sa na humbur, sa janë kapur. Tani kush e ma përgjegjësinë për këto që kanë vjedhur ta? Përgjegjësinë për të vjedhur ma kanë këta të tjerë. Por meritat për arritje se nuk e di çfarë arritje bë, e ka ky i madhi. Po populli voton me votë. Po populli keni shtyp më? Populli e kanë shtyp. E do të thotë që një popull i shtypur që voton, do të na mbyllë gojën ne që kemi drejt. E të bëjmë kusuret kuris se pas ka njerëz që votokën. Po lëre të lirë popull. Nuk mendoj që ka thonë gjë të zgjuar, prapa unë për ne po them, ka hyrë në zgjedhje pa retorik, pa asgjë. Do t'i fitoj ashtu, siç ka nisë, t'i fitoj, ose t'i fitoj, punë e tij. Fundi do të jetë surprizues. Nuk ka ardhur Rama, ka zbrit nga hëna, nga Marsi, Rama, tek ai lisi me vërta, një nga një e të tërë do të shkojnë ta. Nuk ka më tani. Unë mendoj që era drejtësi po shqetëson dhe Rama. Kur mund të përballet me drejtësinë Edi Rama? Po, nuk e di. Si ta kenë programuar tani, po do t'i vi dita. Çdo person ka ditën e tij. Çdo natë ka fundin e saj. Ta harrojnë ta që do na mbajnë edhe do të qeverisin dhe mas vdekjes, t'i bëjmë dhe i shkop si Solomoni, që edhe i cili zotëron të dhe gjindet, e që mos ta kuptoni gjindet, e mbajti shkopin dhe i vdekur, derisa e gryen krimet dhe ra. Ja t'i bëjmë dhe i shkop tani atje, dhe do të rrim aty në hijen e këtyre, në lyqmin e tyre, po jo më janë. Kur të fillojë ndryshimi, do i marrë përpara me shpejtësi pa ashtu. Unë e parashikoj të dhe besoj do jemi prapë bashkë për biseduar. Nuk ka më kup është mbushur, dhe ku mbushet një kup, çdo pikë që hidhet do derdhet. Nuk me çfarë formash do shmangin. Përse them unë që kup është mbushur? Zullumi kputet duke u trash, litari duke u ullu. Apo i mbyt zullumi vet. Nëse besuam që do merr drejtësia me Veliaj, me Berishën, me Metrën. Drejtësia ka vaj thellë tek ata. Tani nga establishmenti vjetë kush ka ngelur Rama. A është një çudi? Fare se çudi. Çdo gjë pritet, do hapen gjëra, do shifen mirë,
po që se këta zotërit e tjerë do na bëjnë edhe pishmalli, nëse se këta pazari ka bashkuar, pazari do t'i ndaj. Atëherë shojmë. Kush mendoni se do të goditet para zgjedhjeve sa i përket figurave kryesore, qoftë të mazhorancës apo edhe të opozitës, kryesisht po marrim ata që kanë të njëjtën peshë. Nuk hedh fall një hit tani se nuk e kanë bërë një të punë. Tisha vetë në kryet spakut me këto dosi që kanë, do i kisha fshirë të gjithë, pa preshtim, as i preshtim. Kjo është e vërteta. Ku surs kanë lënë, nuk ka një sektor të qeverisis apo ish qeverisis i ka shpëtuar. Do të them një fakt në takimet që kanë pas. Kur ta bit personi që dëshmojt, dhe të them me emër. Dhe vjen një biznesmen grek Shqipëri. Në krizën nga madhe që u bën Greqi, vjen një biznesmeni dhe takohet me një ministër, ka qenë rreth vitit 2007-2008. Një ministër shqiptar. Dhe i kërkon që ky person të zhvillojë një aktivitet dhe kishin një rrjet për rreth 45 dyqanesh kafe për portative, nga ata me kontenjera, do ta instalonte ato edhe në Shqipëri. Bën takim me ministrin shqiptar, i jep dosjen me program, me CV me të gjitha, si do ta organizonte këtë rrjetin e këtyre, në shërbime në breg dete, këtë dion. Mbas një 10 ditësh bën takimin tjetër, edhe i thotë dosja ishte pa lëvizur, pra si kishte parë fare ky ministri jon, që i kishte marrë dosjen për shqyrtim. E zgjidhim të punë dha 10 milion euro për mua dhe kjo punë bëhet. Unë me 10 euro kishte thënë ai hap licencën në New York me $10. Për këtë ministër përfitet që ka blerë këtu në Atlantic City, jo larg nga ku po riu në këtë moment, të pak në 5 vila luksoze në Bergdel. Ta kemi pasur qeveritar dhe ky ministër ka lidhet forta, edhe pse ishte i PD-s, ka lidhet forta edhe me PS. Se ka prekush, si ka hyrë gjëmka. Ja ky është motivi, no? Edhe kur vi për të them njëkohësisht dhe po qetësohem, s'të lëm faktet. Ta sjellin adrenalinën prapë këtu. Në fyt ta sjellin. To përshirësire. Po çente, ministër nga fshati realisht. Akoma sot hecën shtrëmbër, ecën me thëmbra. Por që nuk di ku ka parat. Nga një fshat i humbur është bërë agar në mes të Amerikës. Këto e. Edhe bizneset tjera, përveç atyre vilave e tjera. Mendoj që shqiptarëve është ndyrë shkopin nga 2 krahët dhe s'ka nga ta kapin. Unë e mi qartë që duhet kapur nga parimet.